Vernos, ja kum ke. Ti me tënden janë rregull. Me një dy lëvizje të lehta nga e vërteta, se unë kam edhe dëshmitar, si isha vetëm kur u llafosëm, por halli i madh është me ata çyrykët e tu Vrenos, që ishin lëshuar, jo donte ta blinte Rama, jo ja menderosi Vrenozi Ramës, jo ja përplasi derë në fytyrë, tërcivërsi. Tani që unë jam tifoz i videove të tua, këtë e din shokët e tu dhe të mitë. Nikua, Raqka, Pendavinji, që mi lëvdove apo jo, si njerëz. Po që unë nuk e dija që Nikua fliste me ty dhe që ishit edhe miq, këtë mos e dysho se e mora vesh vetëm dje. Po pinim kafe në Pogradec, më tregon videon e një çyryku atje, një Fidel, që mos e pyet qa drume prej e qe, dhe aty në ekran shikoj që e pëlqej etik të tipin. Dhe i them Nikos, e mbështes ka edhe Vrenozi këtë, e këshu hap muhabeti yt kur më tregon Nikua që s'di për qarë kishit folur me ty, e i them, po pse, flet ti me Vrenozi? Flas ta. Si o fleti, thash. Si o fletës më ke thënë, po ti e di që unë jam tifozi videove të ti. Mere i thash, mere një herë në telefon, ma kalo po ta hapi. Më tha, Vrenos, unë jam në Pogradec. Për pak vi në Korçë. Për pak vi në Korçë, dhe dua të pi një kafe, tha, në privatësi, pa kamera, pa gjë, tha, të dy bashkë. E ishta unë të sekonda, i thash unë nuk bëhet. Po jo, tha se, po nuk bëhet, i thash. I thash, do me thënë, unë, me që po më fton kryeministri, thash, për një kafe, e vlerësoj. E më mos fillo të tallesh, tha. Po jo me thash e vlerësoj. Po unë nuk pi kafe në përkëshu, thëmë. Unë jam qytetari, thash, dhe dera ime e se apuri, thash, e shpisë. Jash nuk pi unë kafe. Tani, që të jemi të sakt, unë të thash, ore më takon ti mua, apo ke hallë se të turret partia? Dhe ti më the, unë hallë se më turret partia? Unë jam i djathtë, po si jam as antar partie, jam njeri i lirë. Dhe e vërtet është, ishe i emocionuar, në siklet do me thënë, dhe unë thash, kam dëshirë të takoj, po s'dua të vëm pozitë. Kështu që thash kafe pa kamera dhe pa asnjë lloj publiciteti, tani jemi edhe në kohë zgjedhjesh, piti me mua? Dëgjoj, tha. Unë në shtëpi nuk të vi tani, tha. Do të vi pas 11 majt. Unë thash ti thesha pas 11 majt do të shpim në pesa. Sakt, por që t'jemi të sakt fare, ti më the derën e shtëpisë si a mbyll dot kryeministrit, por nuk e kam shtëpinë në gjendje të mirë. Dhe unë të thash se kam fare problem unë gjendjen e shtëpisë, se me aq sa i kam rënë Shqipërisë rrotull që nuk kam parë, po në shtëpi do të vi pa të pyetur pas 11 majit.